Pa e qashtu si travel blogger diçka qashtu. Kështu fatmirësisht muj me thonë që s'kum pas kur asnjë ngjarje të keqe gjatë udhëtimeve të mia, edhe pse jam kanë disa shtete. Kur e kena pa aeroplanin, më mërmend që ndoshta çatëherë më ka hi pak pasioni ose dashuria e udhëtimit, se nashta është pak një farë psiqike që po largona pe luftës kisha po pshtoj, apo nashta aeroplani është simboli i pështimit, jetës, me vazhdu jetën, në fillim të ri, ato kanë lind pasioni dhe dashuria për të 20 shtete, kështu i kum shkel. Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë. Ka po na vini? Nga Prishtina. Nga Prishtina. Jeton Prishtinë këtu a jashtë? Prishtinë jetoj. Prishtinë. Po. Andërkan, çfarë merresh? Unë merrna me burime njerëzore, çfarë është profesioni jam. Burime njerëzore. Po, nëse kam në disa projekte kështu ona që i bëj, po ma shumë me që ato mirëna. Me burime njerëzore nuk është lehtë më marr, një famër sidomos. A më thon sa ki pas sfida rreth këtij rrugtimi? Kom pas se duhesh mi pasën raportet me punëtorë shumë të mira, për në ki disa ngjarje për shembull ma sensitive në punë që duhesh më mirë me kësisane. Kështu që është pak një farë munimi psiqike me thonë, me kanë këtë profesion, po apet mirë. Unë figurë pash si e njohsh me diku të kompam. Nashta në TikTok. Në TikTok. Jeni në TikTok here? Pa e qashtu si travel blogger diçka qashtu. Blogere më shumë. Po, qashtu. Të sa kohë? Ja, kom fillu me postu në TikTok që një gati 2 vjetë, e pa ta bani hajk në Spajnë, një 800 km, tani sa që tash, kohëve fundit, jam kanë në Japoni për një 2 muaj, nësi jam kanë edhe në Talian për një kohë shkurt, kam qef me postu çdo për udhëtime kësaj aventura thjesht. Aventura. Po. Aventura më interesante në jetën tonë, mbasi që pas ke udhëtu. Aventura më interesante deri tash ka qenë ka qenë plot, apet ndyshysh. Apet, po thëmë, që atë hajkë që këmë bon në Spajnë, u ka një eksperiencë shumë e veçantë. Edhe ja kisha propozu krejt njerëzve me bo naj farë loj, që shtu naj farë loj, udhëtimit gjatë. Kjo s'do me thonë të ashtë me bo 800 km, po ka aty edhe ma shkurt, mund është me bo për 2 javë, po ama me dojë, kështu me dojë me ecë natyrë, qytete të ndryshme, fshatra, me pa histori, kulturë tjera, për tjera shteteve. Kjo s'do me thonë të ashtë shkon në Japoni, po mujna dhe këtu afër diku me bak si loj udhëtime. Që ka pas diçka këtë tema të veçantë që mundet ja vle me tregu? Qa ka ma të veçantë që ja vle me tregu? Po, sigurisht ki pas shumë gjëra interesante, po, ki has shumë. Kështu fatmirësisht muj me thonë që s'kum pas kur asnjë ngjarje të keqe gjatë udhëtimeve të mia, edhe pse jam kanë disa shtete. Një ngjarje e veçantë muj me thonë në Japoni kur jam kanë, ka qenë njerëzit shumë të mirë edhe me më ndihmu. Një ngjarje që muj me spjegu që jam kanë ullë për shembull një lumë, edhe jam kanë të angur bukë, unë nalë një japonez, një djalë i ri, ajo kanë të ecë, ka thonë, të kish kujdes rreth, që më thonë sora, atin të tha se ta hajnë bukën muj me të vra. A veten, të qysh mu merë të mirë, se dhe atëherë më pas një farë përshtypje që japonez jem pak sit ma të ftoft, ma të njerëzit, atin kështu ma të largushëm, po ka pas disa ngjarje që me të vërtet më kanë afru, ose më kanë ndihmu, ose s'kam pritu, për shembull, edhe ku më kanë pa që nashta pe kanë pak vështirë s'pe di rrugën, mu nalshin, dhe thëshin, a ki nevojë për na ndihmë anaj sen. Tu ka qenë ngjarje të veçanta muj me thonë, që se kom prit. Po ky pasoni me udhëtimet, si lindit e ti, që i donë shumë udhëtimet? Besoj ky pasioni ja ka fillu, besoj gjatë luftës. Na kena shku në Kanadë gjatë luftës, edhe jam kanë ere, jam kanë fëmijë kështu. Ndoshta herën e parë që kom pa aeroplanin, se na që kena ikë gjatë luftës, kur e kena pa aeroplanin, më mërmend që ndoshta çatëherë më ka hi pak pasioni ose dashuria e udhëtimit, se nashta është pak një farë psiqike që po largona pe luftës kisha po pshtoj, apo nashta aeroplani është simboli i pështimit, jetës, me vazhdu jetën, në fillim të ri, edhe pse çka kena lënë mbrapa, ajde nuk kanë normal një ngjarje shumë e keqe vështirë, po besoj që ndoshta që ato kanë lind pasioni dhe dashuria për udhëtim. A sa vende ke udhëtu deri tash? Ndoken janë 20 shtete, kështu i kum shkel. Shumica në Evropë, nuk është që ju më kanë vendiku, veç shumica në Evropë. Sa vetë që pranë shumë det, ka vetë që 20 shteteve që kemi si do. Italinë kam zemër. Ato kur s'pritoj me shku, kur s'mbot bajat, jam kanë një 3 herë deri tash edhe besoj që ku me shku apet.
Jetu apo? Kështu Pa i kohë kismet dhe vetu. jetu, sa mirë që e tonë dhe e ke ambicja. Po të shumë tash. A është vend për me jetu, për me punu në Itali? Qysh për shkak online nuk është që mundet njeri kështu me pas jetën shumë të mirë. Se edhe kur im kanë Londër, kur pa që ka pas shumë italian, besoj që ndoshta nuk i kam punë shumë mirë ekonomike për me pas shumë njerëz në Itali të punu përpara. Normal siç pe Shqipërisë, ashtu që shkojnë tjera shtete. Po për veti mu pëlqen se që ka histori, ka arkitekturë, ka art. Mu pëlqen shumë arti thjesht. Edhe më do kështu njerëz shumë të mirë, kështu shumë çdo herë që më shohim një mirë që kur jam thonë atje. Këtu në fund kret, mi dha një mesazh gjitha femrave kudo që po na ndjekin, një mesazh për jetën që kam i shërby shumë ndoshta. Çfarë kishe thënë si femër? Kisha thonë limitet që mendon i ki krejt psiqike. Muj me thonë 90% e limiteve që i ki jenë krejt psiqike, nëse vetë në mendjen tonë mundesh me ba një qëllim për vetën edhe me vepru, edhe mos më dorëzu letë, mundesh me ba. Këtë punë, a e dorëzu në herë në jetë? Po qysh jo, mëre. Pas një rëzimi, sa je bojë fort? Po, që ato është esenca, kur dorëzohet njeri, e merr vetën, tani është njeri më i fort. Ja kisha thënë këtë njerëz që dorëzohen. Pasi që rëzohen pas një diçka që që një motiv ndoshta kam i dhënë. Po duhet me pasën shpresë, apo duhesh me mbështet pak edhe te Zoti, kur vjen te ajo pika, kisha thonë. Duhesh me pas pak normal mbështetje te Zoti. Thjesht. Grazie shumë që u taku me ty, po të urojmë shumë suksese, mbasi që ke ambicie shumë për të ardhmen. Po. Kështu që vazhdo turin me udhëtime, kudo. Po kismet, ta shohim, ta shkoj. Edhe pse jo, do shta takomi në herë me një udhëtim çuditshëm që kemë na trigu. Nashta si dihet, kur si dihet, kur si dihet një jetë, ku çon jeta, ku çon Zoti, kur si dihet. E si diçka s'kemi shtu në fund? Njerë për njerë ju, faleminderit. Edhe një herë përshëndes shumë, të uroj më të mirat, suksese mos u ndalë, qenë. Faleminderit.